femrat të cilat bien në ndesh me ligjin përfundojnë në qendrën korrektuese në Lipjan. Në këtë qendër, aktualisht ndodhen 48 femra. 23 prej tyre janë të paraburgosura, ndërsa 25 të tjera janë të dënuara. Në mesin e tyre ndodhet edhe një e mitur. Heset Loku, drejtori qendrës korrektuese në Lipjan, thot se prej kohës kur janë ndarë qendra për të mitur dhe femra në institucione të veçanta, ju është dhënë mundësia që femrat të trajtohen në mënyrën më të mirë të mundshme. Të dënuarat gjatë qëndrimit janë të angazhuara edhe në punë, ndërsa pagesa brenda ditës është 1 euro. Femrat gjatë qëndrimit në këtë institucion, sidomos ata që janë të dënuara, dhe femrat që kanë vendimin e shkallës së parë të një gjykate, kryesisht janë të angazhuar në punë. Ambientet në cilat ata janë të angazhuar në punë janë duke filluar nga kuzhina, nga lavantaria, nga rroba qepsi, flokëtari, edhe ambientet e pastrimit të brendshëm edhe të jashtëm. Edhe shërbimet tjera, bifejet e gjona tjera, tash i kemi të angazhuar. Do të thotë të gjitha femrat që kanë dëshirë me punu, me përjashtim të paraburgosurave janë të punësuara. Edhe kjo në një mos shumë të konsideruar ndikon në stabilitetin dhe në riedukimin dhe riemancipimin e tyre. Përveç këtyre angazhimit në punë, ne kemi edhe programe tjera të veçanta, me cilat mundohen gjitha personeli që ndodh në institucion, me u ndihmu në kuptim të risocializimit dhe riedukimit. Përveç këtyre angazhimeve në punë, këtu kanë në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare, sidomos vlen për të vlerësua dhe për të respektu jashtëzakonisht shumë kontributi që ka dhënë Caritas Kosova, duke ofruar ndihma të mëdha edhe në pajisje, por edhe në trajnime profesionale. Gjithë këto të punësuara që punojnë në kuzhinë, që punojnë në rroba qepsie dhe lampantari, kanë kryer trajnime profesionale nga instruktor profesional këtyre fushave. Dhe kanë marrë edhe certifikata me të cilët në të ardhmen pas lirimit, ata mund të jenë lirisht të barabarta me një trajnim profesional që ka kryer një femër jashtë institucioneve korrektuese. Njëra nga të dënuarat që pasione ka leximin, punon në bibliotekën e kësaj qendre. Libri fundit që e kom lexuar është libri Ikigai. Çka ki qenë me lexuar më shumë? Më varet aty ku e gjej veten edhe më varet çka më pëlqen që am tërhek, nuk jam e përcaktuar me diçka veç një zhandër. A më tregon ç'është shëndetja jote brenda bibliotekës dhe brenda komplet qendrës? Okej, atëherë kemi normal zgjimin, i kryejm pastrimin e dhomës tonë personale që kemi punë tona. Bibliotekë filloj prej orës 9 deri në orën 11 para dite. Mandej është koha e drekës, pauza, fillojmë prej orës 1 deri në ora 2. Në ora 2 kom unë shëtitjen teme deri në ora 3, prej 3 deri në 4, prapë në bibliotekë. Mirë, a më tregoj sa është e vështirë me kalu se ka të rol brenda mundëve të qendrës? E vështirë është, po me rëndësi është që duhet njeri me gjetë rutinën personale me kriju, me gjetë qetësinë shpirtërore, edhe me kriju një farë bote tonë dhe të vogël. Prej 25 vitesh burg, BK ka vuajtur 8 vite të dënimit. Atëre rasti jem është pak po shumë është i komplikum, sepse rasti për cilën jam unë në burg këto, është bo një vrasje për më mbulu një vrasje tjetër, e për më mbulu ajo vrasje është vrasja që e kam bo ndaj babës tëmë. Ajo ka qenë për krejt mediat, ka qenë diçka që e din krejt Kosova. Edhe e di që është si kur moto e dënumve me thonë unë jom pa drejtësisht në burg ose pa fajshëm. Po sinqerisht rasti jem ka qenë i montum edhe pa drejtësisht bëhat në burgun e Lipjanit që 8 vite. Ajo është të vërtetume me gjitha provat e mundshme, me gjitha faktet e mundshme, me 2 ekspertiza, një e Republikës Kosovës, tjetra e Republikës Shqipnis. Unë nuk jom dalë asë një herë, asë nuk kom unë dalë, deri në momentin e fundit, edhe pse e di që qysh është drejtësia në Kosovë, po nuk kom unë dalë asë një herë të luftu edhe të e qitë në patë vërtetën.
pikrisht edhe të rastit për cilin unë e akuzume dhe dënume që po vuj dënim edhe vrasje ndaj babës teme. Ajo e ka një vajzë 12 vjeçare, të cilën e sheh vetëm gjatë vizitave familjare. Kam një vajzë të vogël, 12 vjeçare, ajo ka qenë vetëm 5 vjeçe kur jo mardhën e këto, edhe padrejtësia është e rëndë. Dhe më shumë. Po e shoh vizita familjare kemi, çdo javë, ka një orë, varet çysh i menaxhojmë na. Kjo. Sa është e vështirë për vajzën tane me ardhur dhe me vizita? Është shumë e vështirë, është tepër e vështirë, është ndjenja më e vështirë që ekziston. Veç kush është nanë, kush e ka të ndjenjen e nanës e din sa e vështirë është një orë, duken si 5 minuta. Edhe kur ta kthen shpindën me shku, duket që po shembët krejt bota. Mesazhi i saj ndaj femrave është që të mos dorëzohen dhe të luftojnë për të arritur qëllimet. Jeta është shumë e bukur, veç duhet me ditë me jetu. Edhe pa marrë parasysh goditjeve që na ndodhin në jetë, nuk duhet kur më dorëzu. Duhet me luftu, duhet me pas një qëllim në jetë. Edhe ato që dënë, gjithmonë e arrin. Pa marrë parasysh çka do që na ndodhin. Sidomos për femrat, nuk vjen kur mundit në nënvlerësume, të nënçmume, ose të anashkalume. Veç luftani. Në këtë qendër korrektuese, Loku thotë se rrallëherë ndodhin shkelje disiplinore. Në çdo institucion mund të ketë shkelje disiplinore. Institucioni tash ku jemi për femra, numri i shkelje disiplinore është shumë më i vogël. Por në përgjithësi mund të ketë shkelje disiplinore. Për çdo shkelje disiplinore ka sankcionim. Shkeljet janë ndarë sipas normativit ligjor, shkeljet lehta disiplinore dhe shkeljet rënda. Për shkeljet lehta shqiptohet dënimi nga mbikëqyrësi në rrimit, ndërsa për shkeljet të rënda mbahet një panel vlerësues, i cili rekomandon drejtorit dhe drejtori merr mosa për dënimin e caktuar. Nuk ka raste të shpeshta, rastet janë shumë të rralla në qendrën korrektuese për femra, por mund të ketë edhe shkelje disiplinore. Vështirësi është kur në këtë qendër vinë raste me probleme mendore. Rastet pak më shqetësuese që kemi mjaft raste kur kemi femrat me probleme mendore, me të cilat vështirë kemi t'ja dalim. Në shumicën e këtyre raste, ata dërgohen në Institutin e Psikiatrisë Forenzike, mirë po gjatë kohës kur në institut atje nuk ka hapësira ose për arsye të ndryshme nuk mund pranohen, ata vinë këtu edhe qëndrojnë. Gjatë kohës qëndrimit këtu kemi mjaft probleme me këto kategori. Të dënuarat çdo javë kanë një orë kohë të pranojnë vizita nga të afërmit, ndërsa të paraburgosurat nga një gjysmë ore. Më thonë, përveç kësaj, femrat që kanë arritë në dytën e dënimit, edhe që kanë sjellje të mira brenda institucionit, kanë drejt edhe shkumje në shtëpi, në vizitë familjare. Brenda vitit i kanë 7 ditë pushim të rregullt, jashtë institucionit, po në raste të smundjeve ose ndonjë fatkeqësie në familje, kanë drejt edhe 7 ditë tjera pushim të jashtëzakonshëm. Por ajo argumentohet me dëshmi mjekësore për rastin për cilën bëhet kërkesa. Në kuadër të kësaj qendreje është edhe shërbimi mjekësor, ndërsa në rast nevoje mund të dërgohen edhe në QKUK. Pesha e fajit ndihet kur mbyllen dyert e burgut për të rënë në gjumë. E shpresa se do e shijojnë lirinë i motivon të zgjohen edhe një mëngjes. Lajmi.net